ndërsa Belinda Balluku edhe një herë duket sikur sfidon institucionet e drejtësisë, siç edhe Erion Veliaj deri pak para arrestimit, provat që implikojnë atë por edhe vetë kryeministrin Edi Rama në këtë aferë korruptive janë ulëritëse. Tenderi 190 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras u fitua nga konsorciumi turk Intekar ASL, pas një zinxhiri veprimesh dhe abuzimesh tek të cilat do të ndalemi në vijim. Por duket se abuzimet kanë nisur që në projektimin e kësaj vepre infrastrukturore. Projekti që do t'i hapte rrugë dhe tenderit ka kushtuar 7.4 milion euro, por që në start edhe mbi tenderin e përzgjedhjes së studios projektuese hidhen hije të forta dyshimi. Në buletinin e datës 22 qershor 2020 nga Ministria e Infrastrukturës shpallet procedura tenderuese për rishikim i studimit të fizibilitetit dhe hartimi i projektit të detajuar inxhinierik ndërtimi i tunelit të Llogaras. Vlera e kontratës sipas këtij njoftimi do të ishte 624 milion pa TVSH. Në këtë procedurë morën pjesë disa bashkime operatorësh. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik IRD Engineering, LB SHPK, Instituti Dekliada, Alp SHPK dhe CEC Group. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Net Group SHPK, SWS Engineering. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Temels Geoconsult & Co. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik OEGK, Elea, ICD, Infraconsult, IBEDD, Filipeti SPA, SID Consulting, Infraconsult, IC Konsuleten, Elea, IC, IBE, Projekti Ranje in Engineering, OTMSA Consulting Engineering Companies dhe e fundit, Shoqëria Instituti Konsulencës në Ndërtim, IKN me këtë nipt. Shihet me sy të lirë se kompanitë Elea, ICD dhe Infraconsult dhe IBE kanë marrë pjesë në 2 bashkime operatorësh në kundërshtim me ligjin. Sipas të dhënave në njoftimin për shpalljen e fituesit, kompania Filipeti dhe IKN nuk kanë paraqitur asnjë dokumentacion. IRD, LB dhe Instituti Dekliada, ALB dhe CEC Group janë skualifikuar për mosupërmbushje të kritereve. E bashkë me to, për të njëjtat arsye, skualifikuan edhe 2 garues të tjerë, OTMSA Consulting dhe Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Temels Geoconsult & Co. Në kaq, mbyllen sqarimet e ministrisë duke shpallur si vijues në procedurë vetëm Bashkimin e Operatorëve Ekonomik SID Consulting SHPK, Infraconsult SHPK, IC Konsulenten, Elea dhe IBE me vlerë 618 milion. Si dhe Bashkimi i Operatorëve Ekonomik BOE, SWS Engineering, Lazo SHPK, Net Group SHPK me vlerë 540 milion. Tenderi u fitua nga Bashkimi i Operatorëve me vlerën më të lartë ofertuar dhe jo kompania e Evis Berberit, asokohë në krye të ARSH, Net Group. Ndërkohë, 2 janë detajet që ngren dyshimet për këtë procedurë tenderuese. Në njoftim, nuk jepet asnjë dhënse pse u skualifikua oferta tjetër, Bashkimi i Operatorëve Ekonomik OEGK, Elea, ICD, Infraconsult dhe IBE. 3 nga këta operator janë pjesë edhe e Bashkimit të Operatorit të shpallur fitues. Ndërkaq, në Bashkimin e Operatorëve të drejtuar nga Net Group, shfaqet emri i kompanisë Lazo SHPK, i cili nuk përmendej fillimisht si pjesëmarrës. Lazo është kompania e shpallur fituese si nënkontraktore e kompanisë turke YDA për ndërtimin e Spitalit Memorial Fier. Rikujtojmë se YDA është kompania turke që u përdor fillimisht edhe për plotësimin e kritereve të koncesionit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Si përfundim, projekti është dorëzuar Ministrisë së Infrastrukturës në 20 mars 2021. Vlera totale e përfituar nga IC Konsulenten, sipas të dhënave të Open Data, është 741 milion e 960 mijë lekë, ose diku te 7.4 milion euro. Siç e pam edhe më sipër, nga një procedurë që duhet të ishte transparente dhe me rigorozitet maksimal, pasi do të hartojë projekti një vepre me kosto 190 milion euro, u kryen procedurat tenderuese me shkelje të rënda ligjore, me kompani që ishin në garë me disa oferta të ndryshme apo kompani të tjera që shtoheshin sipas interesit të plotësimit të kriterëve.